Një apo të përgjohet telefonin e herë. Në Samsungat e fundit dhe iPhone-at e fundit shumë lehtë më është me kuptu. Keq çfarë dush me bë është me çel kamerën edhe e shen një pikë kod gjelbër nalt që po dhezet. Çaja pikë dhezet veç kur është në përdorim mikrofoni apo kamera. Në rastin e iPhone-it ajo pikë është e verdhë për mikrofon. Nëse ndodh që kjo pikë më të dhezë kur ti s'ki as mikrofon të përdor e as kamerë të përdor, kjo do thotë se një aplikacion është duke ta shfrytzu mikrofonin apo kamerën. Për me zbulu se cili aplikacion është ai, mundesh me bë shumë thjesht. E hap telefonin, nëse ke hapur në shat shenjën, e tërheq panelin e njoftime, edhe e shat pikën e gjelbër e prek, edhe të shfaqet aplikacioni i cili po ta shfrytëzon mikrofonin apo kamerën. Me këtë rast e klikon ato, çon te settingsat ku mundesh me çaktivizu lejen për me përdor mikrofonin apo kamerën, po ashtu mundesh me fshi atë aplikacion nëse nuk është aplikacion i besueshëm. Shënjestër.net